Endri Prifti rrëfen pengun e madh të jetës. Këngëtari Endri Prifti, i ftuar në një emision të moderuar nga Brunilda Lahe, ka folur për jetën e tij private dhe marrëdhënien e tij me djemt. Ai rrëfeu se djemt janë pika e tij e dobët, por se prej më shumë se 2 vitesh nuk e ka parë djalin e vogël për shkak të marrëdhënieve me ish bashkëshorten. Endri ka qenë baba që unë vdes për fëmijët e mi, për 2 djemt e mi, dhe kam një peng. Kam 2 vjet e gjysmë pa parë djalin e vogël. Është edhe ndonjëherë jeta që t'i sjell këto gjërat e shtrëmta, kështu që nuk e di pse, por një nga momentet e mia më të bukura dhe më të lumtura për mua kanë qenë kur haja dreka apo darka me 2 djemt e mi. Tani kam 2 vjet e gjysmë që të voglin vasilonkën time të shtrenjtë, që është jeta ime, nuk e di se si e sjell jeta dhe si jemi takuar. Ai jeton këtu në Tiranë, por ka ato problemet, ndarjet, gjërat, këto dhe nuk e di se si, po ta pyesim vetë, domethënë. Unë i le të lirë gjërat vetë, të mendoj vetë kur do të vi, shkruaj ndonjëherë. Nga të mëdhenjt mësojnë se si mësojnë të vegjlit. Se di, unë do ta lë të lirë, do vi vetë ai. Ai është jeta ime. Ka qenë, edhe ai ka thënë për mua kështu, por tani nuk e di se shtot. Por ja tani, avash ka ditëlindjen, prap do të vi. Të 2 djemt e mi janë pasioni im, janë jeta ime, janë forca ime. Edhe kjo largësia më bën akoma më të fortë mua, por që do të vi se s'bën ai. Unë bëhem akoma më i fortë. Ai sipas dëshirës, po do të vi se s'bën, sepse gjaku nuk bëhet ujë.